Përshëndetje dhe mirëmbrëma nderuar shikues të emisionit Business Plus. Mirë se takojmë në këtë edicion të këtij emisioni ku patjetër temat të cilët flasim ne vazhdimisht janë temat ekonomike dhe të rëndësishme dhe aktuale për shoqërinë tonë. Të ftuar në studio sonte do të kemi Denis Gafurin, konsulent shitjes, konsulent marketingu, motivues i punëtorëve, motivues i menaxherëve, motivues i pronarëve të kompanive. Mirëmbrëma dhe mirë se na erdhët në studion e Business Plus. Mirëmbrëma, mirë se jeni, faleminderit shumë për ftesën që më është kënaqësi dhe më qenë pjesë e emisionit tuaj. Zoti Gafuri, kemi parë që kohës fundit jeni duke u marrë me një sales bootcamp i cili do të jetë i organizuar në qytetin e Shkupit. Po. Nuk ka ndodhur kjo ndonjëherë më parë nga një konsulent apo motivues i kompanive dhe sferës punëtore apo kompanive të vogla të mesme, cila do qoftë ajo kompani. Në vendin tonë në Shkup nuk ka ndodhur ndonjëherë dhe besoj që ka qenë mirëpritur. Çfarë do të na thuash ti për këtë, si ka qenë interesimi dhe çka mendon ndoshta të paktën për hyrje për këtë bootcamp që po organizohet në Shkup? Okej, është e vërtetë që është një gjë parë që po ndodh për herë të parë në Shkup, realisht në Maqedoni. Ne këto eventet që kemi pas shumë sukses, kemi organizuar 2 në Prishtinë, 2 në Shkup, me 2 vite me radhë, kanë rezultuar me sukses të jashtëzakonshëm. Edhe tash vendosëm me mbo edhe në Shkup, kështu që e dim që ka plot njerëz që dojnë me rrit vetën, dojnë me kompaninë e vet, edhe mi ngrit edhe resurset e njerëzore të kompanisë. Kështu që kemi vendosur me mbo Shkup si vjet, edhe me kështu që ka më shumë që më mendoa vlera për njerëz që të shkojnë këtu. E bukura kësaj është këtu në këtë event që organizojmë, realisht për eksperiencën që kemi pasur dhe jo vetëm si trajnime që kem me Sales Bootcamp që ka qenë Tirana dhe Prishtina, po edhe në gjitha eventet tona që marrin pjesë, trajnime në kompani që i bëjmë, edhe në seminare të ndryshme, vinë njerëz profesionet të ndryshme. Që nuk janë lidhur direkt me shitje, por ka arhitekt, ka doktor, ka avokat, ka kamarier, kuzhinier, me ka biznesmen që marrin fëmijët e vet, grunë vet e marrin diçka një gjë shumë shumë. Po padyshim që ti prekur nga biznesi. Po, krejt atë në një mënyrë se tjetër duhet me ditë me shit. Qoftë arkitekti, qoftë kuzhinieri, qoftë. Po, ai duhet me ditë me shit. Me produktin e vet realisht ose shërbimin ose punën që e bën. Kështu që një send shumë i mirë po ndodh ajo dhe që po kënaq, edhe në fund bukur gjë më e mirë është sana, është nuk ka vetëm aspekti financiar që është. Se krahasim vlerat që marrin njerëz është shumë e vogël krahasim me ato që marrin në aspektin financiar, po, dhe rezultatet që kanë pasana. Kështu që është diçka super e mirë. E përmendë që keni organizuar në Tiranë dhe në Prishtinë këto Sales Bootcamp. Mirë, po këtu në Shkup, sa ka qenë interesimi dhe mund na thush pak a shumë deri tash nëse ka pasur regjistrime të personave që duan të vinë në këtë bootcamp, çka janë kërkesat e tyre, do të dallojnë pak a shumë nevojat prej atyre që kanë qenë në Shqipëri dhe interesimi atyre kur kanë dashur të jenë pjesë e këtij bootcampit, theme, a dallon pak Shkupin në aspekt kërkesave? Në aspekt kërkesave se çka dojnë trajnohen ata, kushtimisht thotë unë duhet vite, kjo mirë po çka mund të përfitoj. A janë specifike sfera që ata kërkojnë të trajnohen? Shumë pyetje e mirë. Parimisht janë gjërat e njëjta, ose problemet e njëjta i kanë, po jo do nuanca ku diçka tregut ju i intereson pak më shumë, besoj tregut Shkupit dhe Maqedonisë, që kem edhe prit Tetovës, Gostivar të gjithandaj që po vinë. Kanë interesim më shumë këtë pjesën e motivimin, kanë më fokus më dhe mësimin aftësive të reja për me pjesën e komunikimit, bindjes, edhe ka shumë shpesh kjo puna edhe vetbesimit. Edhe se ka plot njerëz që e kanë një super produkt, po nuk kanë vetbesim. Nuk kanë motiv për me shtypur para. Atë tash kjo puna vetbesimit lidhet në trajnime mësojmë shumë, është e rëndësishme në çdo fushë jetës. Të partneri ju dush me pas me vetbesim, me kap zemër me partnerit. Mirë, të ne shqiptarët tash ne e dim se prej të vegjël jena tritur me mosbesim, ku prindin ato ti s'mund bësh asgjë tani kot pa kryen këtë shkollë dhe nuk është diçka që është pasojë vetëm e hapit kur ndërmerr iniciativë për të shit një produkt, do thotë e kemi si çdo herë na përcjell kjo gjë. Pikërisht këtë shembull dhe e marr në trajnimet e mia se prind neve për shkak kujdesit, ty desh më kujdes për neve. Mos përndosh, mos bë këto, mos ato, edhe ton kohën ty të penalizon, ta u vetbesimin.
Ati çka do me marrë të një veprim, automatikisht ndikon në jo, se më ka thonë mos më ndodh kjo, mos më rëzohet, punë e madhe, shohet në rregull është, e fshim pak plonin, hes përpara. Po ama çka ndodh nëse rëzohesh me 5 milionë euro investim? Është ai kurtavec, ajo është. Apo, çka pasojat janë shumë të mëdha. A ka nevojë për shembull ata të kenë një bisedë më motivuese, më shtytse ose thjesht duke i bërë connection me ata që ju i ofrojnë kompanive apo çdo individi që merret me shitje? Gjithsesi, që po, se shumë bukur e bëni pipën do krahasime shumë origjinale, tjetër shumë reale, se ti kur je vogël, kur je fëmijë ose kur je një pjesë në kompanisë, i rrezu ke ka po kur hupti 4-5 milion. Atëherë është diçka është fatale se rrezikon edhe familjen tënde, rrezikon edhe punëtorët që ki aty edhe është një zinxhir, një cikël shumë i madh, i cili ka pasoja, nuk është vetëm një gabim i vogël, ato kushtojnë shumë. Sa i përket dallimeve kërkesave për shitje, për marketing, cilat janë disa nga pikat më kritike që ju i keni evidentu marrë parasysh, që i keni pas këto organizime në Tiranë, Kosovë dhe këto që do t'jetë, cilat janë disa pika më kritike sa i përket pjesës së marketingu dhe shitjes në vendet tonë? Apo edhe dallojnë ata ndërmjet shtetit? Po dallojnë pak, se pëzëm nëse fusha marketingu të kjo pjesë dhe shitjes në Shqipëri, ata fokusohen të kjo pjesë a brand awareness, të pjesë a brandit. Shumë shpesh ata e kanë fokus pak më shumë me më tregu më shumë se sa që janë. Atë me tjetë e fryrë pak. Tjetë e fryrë gjithmonë. Ndërsa të kjo pjesa në Kosovë atë të na, sa ku mujtë me pas rast me gjatë eksperiencës time, kam pas jonë fokusun këtë pjesën e inovacionit, gjona të reja, që jonë pro për me mësu gjona të reja, për me ngritë kapacitetet të tëne, edhe ndërsa të kjo pjesa e Maqedonisë, mendoj, popullata shqiptare që kemë si target kësi radhe, kanë dëshirë diçka, ose mu i me thonë që një sfit me cilën ballafaqohem, njëna është me dalë prej qase në ndryshimit, se mësu me gjona të njëjta krejt, dhe vështire kanë me marë ndryshim, me mësu diçka të re, ose me bo diçka pak që mësune, me këto e diune, pak ma e diskutu, jë mësuna kështu, ai pronari kompanisë thot edhe është pronar, edhe edhe drejtor, edhe marketing, edhe kreti banej. është që s'kallauz për krejt. Në është problem, sigurisht, nuk mund t'jesh gjithë shka në një kompani. Mirë po, sa jemi në trend me kohën? Marë parasysh, çka bëjnë shtetet perëndimore, që mos flasim për shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe çfarë inovacioni ka atje dhe sa tani e shohim kohës fundi që inteligjenca artificiale atje po mbizotron edhe është një aset shumë i mirë për kompanitë në vendet atje, por këtu tek ne akoma kemi pak delay në aspektin që kemi inovacione. Përmendet që në Shkup do të jetë diçka më interesante pasi që këta biznesmen, këta njerëz që merren me shitjet produkteve tyre, po dojnë që dalin nga komfort zona e tyre, nga ajo që janë mësuar tani. Çka mund të bëhet këtu në Shkup? A ka premisa për të bërë diçka më të mirë dhe më të re? Gjithmonë ka premisa, po më mirë dhe më shumë. Hapësira ka sa dur, vetëm varet prej limitit që ja vendosin vetes. Se na thonë s'kam nevojë, ti s'ke nevojë, dhe mbet aty. Ose ti s'kam nevojë, nuk kam mësuar se në fundit ekzistenca e biznesit tonë, dhe familjes tonë dhe e të ardhmes tonë është çaj biznes. Ti nëse unë shumë shpesh gjatë trajnimit them që pëzojmë që sa rëndësishme kjo pjesa e zhvillimit. Nëse pëzojmë po zgjidhen 3 profesione për marrim. Një doktor më i mirë në botë, një student që i ka thyer krejt rekordat. Edhe shpallet, wow, ti je doktori më i mirë, ai tjetër arkitekti më i mirë ose një IT ose çfarë të fushë tjetër. Edhe ata më thonë mos do të mësoj, s'do më zhvilluar dhe i dim krejt. Çfarë ndodh me ta? Angjësat aty ku janë? Po zëm në fushën e pjesës mjekësisë. Çdo ditë bëna 3 apo dalin. Metoda 3, pajisje 3 për më mjeku. Çdo ditë po ka virusa 3. Po ti nëse the që unë i di krejt, automatikisht ja kemi shkruar bankrotin vetes. Kështu që kjo pjesa e shkollës, shkollimit, nëse ka diku shkollim, është një temel, it's okay, po se andet unë për veti. Kom kry fakultetin, jam xherata
e mram gjimnazin që kem kry në për shkolla, ma dhe kam vazhdu mas me në për shpia. Ma ndej shërë një biznes në familjar, punum, registrova fakultetin, kjo në basë 5 vete, e vazhdova masterin, dhe po ato një rritë që e kryo bona pjesë një kompanit shumë sukseshme në Kosovë që është, në top kompanit në vend që jonë, normal në aspektin menaxher, drejtori isha aty, edhe kërë shifja librat për shitje, për negociem, për menaxhim, këtë i di, kom kry fakultet, ma ndaj kom bo master, kom bo biznesnemin, po gabim. Gabimi matë madhë që kom bo që nuk kom vazhdu ma ndaj. E ato mu ma ndaj më ka kushtu me një biznes tjetër që kom up shumë pare, edhe ma ndaj, shka me bo atë, në dha rastin në Shkup më ardhë, në një event, një trajnim për shitje erdhë një trajner anglez, edhe aty të shumë nësisha në humbja është të tonë konë që ju pësha parëvish me shashenime të tonë konë që ka mu me përmirësu. Sendi parë që ka ndodhi të une është që ndodhi mënyra e ndroj, mënyra e mendimit, merë vetë besimi, edhe mënyra veprimit. Filloha me marë rezultate ndryshme, edhe puna ndryshaj, edhe gjithë që ka ndryshaj prej asaj kohë, mo asë njere, mo nuk kom dalë prej të investimit në trajnimet vazhdueshme. Si trajnimet mësojnë për gjanat praktike. Trajner jo njerëz të cilët zakonisht janë që janë marrë me biznes, kanë kryer se s'kan kryer shkollë në komeranci, po ka plot që kanë kryer shkollë. Shumica e biznesmenëve dhe janë kështu vetë natyrë sipërmarrëse, janë nuk mund ajo të mësohet në fakultete dhe në shkolla. Gjanat që nuk mësohen në shkollë. A din se unë 2 prindi kom edukator, baba profesor gjuhës angleze kom pas, nanën të artit figurativ edhe edukator ka qenë shkollë për të verb. Edhe e di me sa për kushtim e kam bo, me sa dashni e kam po, asa dhe kam bo. Po na dim që edhe të profesorat, ka plot profesorat që për fat keq nuk e bojnë ashtu si duhet. Ka që ta bojnë, ta gërditin edhe shkollën, edhe mësimin dhe kret. Ki pas as ti. Ka profesorat që mendzi ki prit me shku në shkollë, e me mësuat u ka do shumë e lehtë e lëndë. E kjo është e gjona që... E përmendet sfidën e partë jujën ku thatë që keni dështu me një biznes edhe jeni detyru që ti ndjekni disa trajnimet profesorëve të hujt, njerëzve të suksesshëm në botë e kështu me radhë. A mund na i ceksh një 2-3 pika kështu shkurt se çka ndodh që tek ne dështojnë njerëzit në biznes dhe ju hub besimi për të vazhduar prapë? Okej. Çka ndodh? Ose konkretisht ty, çka të ka bo që ta hubësh vetë besimin, kur ai biznes që nuk ka rezultu t'jetë i duhur, i kohës apo diçka tjetër, që ti ta marrësh vetëm prapë. Okej. Gjëja e parë që ka qenë që në këtë drejtim që ka qenë që më mendu që i di krejt, sepse shumë njerëz, shumë biznesmen që mendojnë që i din krejt, edhe mandej s'kam nevojë më zhvillu, më përmirësu. Biletë kom pasur fakultet, edhe masterin kom kryer edhe thosha këto e mjafton, që gabimi i parë. Mos më konë mendje hapur me zhvillu vetën. Edhe mandej mbas tirasit, unë kom pas situata mbas e kom pa vetën që po më kthehet që e vetë besim, që energjia, që unë më me bëllë diçka, unë më me dal. Mu nuk jam dalë më asnjëherë me trajnime. Sot asaj ditës, shkoj marr pjesë trajnimet më të mira në botë, si në Amerikë, si në Austri, në Gjermani, ku të shiko. Po të më ndodhe një eksperiencë me juve. Në qëtë kohë, kër isha shumë sfidë me këtë biznes, po shkoj në shtëpi, thash gru, thash, po shkoj në Amerikë. Thash, si gru e mirë që është, thotë, Denis, më son gotë, thotë se i lojmë këtë borxhe që i ki, obligimet që i ki. Thash, jo, s'po shkoj me punu, se më të me shku me punu, me fitu pare, mi këti borxhet. Thash, po shkoj, me marrë trajnimin më të madh në botë, në Miami, në Florid, 10X Growth Conference, 10 herë rritje konferenca. Aty 36.000 vetë stadiumi i madh, për këtë botës njerëz që kanë marrë pjesë, edhe tash po vazhdo, si po mendon ti kështu me shku, çfarë situatë jemi tash. Unë kam vendosur me shku, me shku, prapë po vazhdon. Thash, gru thash unë kam rezervuar Airbnb dhomën ku kam flet. Atë nuk e kisha më rëndësi ku isha gjendë edhe në rrugë me flet, vetëm me marr pjesë në event. Ajo jo, po i kthen ata të bajnë refund, more kom ble biletën. Jo, ani s'ka problem, mos harxho më shumë parë, thash, kom ble biletën e aeroplanit, do gru thash, mos u lodh. O, se normal, thash, do më na marr çoft, thash, mos i s'ka ka shkon. S'ka ka shkon, kom bon jetë ato, mos u ndal. Hajde zoti, trujt. Po shkova, po ja kom pa fortari. Fortari na kom pa se mandej për asaj kohë.
vetëm që kam kriju, madje kam regjistruar edhe fakulteti më të madh botë për shitje që është Cardone University. Ato ndjekin edhe online. Edhe ju më kthym ande po një njëjtin sens që e bëna ai trajner atë në Amerikë. Organizojmë çdo vit konvente suksesor shëllimit, ku ftojmë folca prej gjithë botës. Kur thon prej gjithë botës, ti fillu prej Kanadës, Amerikës, Angli, Francë, Zvicër, Gjermani, Austri, Itali, Portugali, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, po, kem pas Dubai, kem pas Izraelit, Turqisë, Indisë, pikë kamosit. Vinë vetë regioni, po dhe diasporës vinë shqiptar, me mësua më zhvillu si jetëm të organizu për të torën konventen e 8, kështu që është një sens shumë i. Unë për vetja kom po fort hajrën dhe nuk ndane. A kena në kësi lloj edukimi që të marrin pjesë në për këtë lloj trajnime dhe të ndëgjojmë të tjerat se si kanë arritur ata dhe ta implementojnë tek vetja jonë? Kem. Na edukim realisht, na vetë duhet më eduku. Unë mendoj që është mirë me po tjerë që në të bo. Ato që thati, çka po ndodh trende, çka po ndodh në botë, në Amerikë, ti nuk ke nevojë me zbulurin e nxehtë, ku mundesh me mësu me dikujna, edhe me implementu që ato mënyrën tonë, s'ke nevojë me imitu dikon. Mundo me bo më mirë se sa që e bën ai. Dhe për shtatu, për kulturën, për njerëz me të cilat ti rrethohesh. E mandej kjo pjesa e inovacionit, pjesë me u kthyen atë pyetjen që po të më herët. Kjo pjesa inteligjencës artificiale është e domosdoshme. E pashmangshme kushtim. E pashmangshme. Para disa ditëve pash miku im Vasil Nashi e kishte vendosur një postim me shënim që e ardhmja nuk do të ketë, si tha, puna inteligjencës artificiale gjithmonë ka pas hapësirë për menaxher për udhëhes kompanive, të cilët kanë me përdor inteligjencën artificiale. E për ata që s'kanë përdor, nuk kanë pas vend më hapësirë për vend punës. Sigurisht është një nga pikat më kryesore të bizneseve që tashmë po i shkelin ata të cilët po vazhdojnë ala me punë mekanike që ka kohë që duhet del pi trendi më ajo gjë. Zotri Gafuri, ne dim që sferat e ekonomisë dhe shitjes ka shumë. Marr parasysh drejtimet që janë, kemi prodhimtari industriale, kemi prodhimtari të ndryshme, kemi gjëra që sa dallojnë marr parasysh, nëse do të bëjmë produkt, të reklamojmë një produkt bujqësor, një produkt industrial, një produkt tjetër. Sa dallojnë teknikat e shitjes kur i marrin parasysh fushat e prodhimit. A dallojnë ata ndërmjet vete, për shembull, si duhet reklamohet nëse ne jemi bujq dhe shesim moll. Okej. A i mësojnë këta, do thot, me trend me kohën, sepse nuk mund ta bësh reklamën e njëjtë për farmaceutik, si bëhet dhe për prodhime bujqësor. Normal që do të më përshtat me target grupin me të ti ki, me bashkëpunu ki, konesionanti. Një gjë e parë është në çfarë do fushë që bën marketingit rast, është shumë rëndësishme në emocion me prek. S'po dia keni pas rast ndonjëherë me po është një reklam me iPhone-it, iPhone 5. Aty tregon procesin e prodhimit, e këto e ato ande, edhe në fund e prek vendosur një video ku shihet familja, në shpe gruaja me fëmijë të prit, edhe ai zotriu në vetur të shkollë, ty e pa familjen vetë. Edhe këtu do të na ta shef gruaja iPhone 5 në reklam. Apo kupton, secili shikues, secili njerëz që e sheh atë reklam, është imagjino vetëm ty e përdor këtë telefon. Këtë rast tash. Edhe marketingu kur bëhet tash varet çka shet. Nëse shet një produkt që është për mazhër, çka i pa, kur shtitet Coca-Cola, është gjysha, baba, nana, fëmijët, edhe komplet familja që dhe me bledh familjen, ashtu që tonë kanë me konsumu, qëtojnë. Nuk më rëndësi, o mirë, ose më rëndësi, po më rëndësi që tonë me konsumu. Kur o target group, pëzojmë kjo pjesa e industrisë, varet për target grupit edhe ato, si po gjithmonë du të me këshu me prek në element emocionit edhe me i lidh me emocion, me ra thjesht në dashnirë, me produktin cilën, edhe me kriju nevojën, dhe se s'është nevoja, me kriju nevojën se herët apo vonë ka me pas nevojë për çfarë produkt. Tash ta këshyrim për një këndvështrimi tjetër këtë pjesën e marketingut. Okej. Shumë është mirë për shembull momentin që ne i bëjmë dhe kushtojmë shumë në reklam. Apo? Është aset i rëndësishëm në biznes. Po. Mirë, nga ana tjetër. A ndodh që ti është ta bësh reklamën më të mirë në botë, njerëzit më të duhur në botë për reklamën dhe marketing dhe ta arrish masën, po çka ndodh nëse produkti mund ta hub krejt atë vlerë?
Si ti ke investu në marketing, ti ke investu do thot në çdo pjesë të mundshme që produkti jot shifet dhe dashurohet nëpërmjet reklamave. Po a është rreziku që nëse nuk është produkti për një reklam tillë mos bëhet gjithë ajo? Është rrezikshme, shumë është rrezikshme, por në një sens tjetër që ndodh te kjo pjesa e marketingut që ndodh, që njerëz bezojmë japin investojmë me miliona bezojmë në marketing, edhe nuk investojmë në trajnim stafit. Investojmë bezojmë hotel, alamet hoteli është me miliona i vendos kur shërbimin e kollom. Çfarë ki po asasti me shku me po sa është më herë në Shqipëri kjo na ka ndodhur. Zotë vit ata kanë investuar me miliona në projekte, edhe kur kjo është dështë porosi diçka dasta ka bë. Dështim komplet nuk ke mundësi me shku komplet njerëz që investojnë këtë pjesën e produkteve të mira, i bëjnë marketing, edhe në fund zgjidhin me shit njerëz. E kjo puna e shitjes është deti. Ka mundësi gjithçka po ndryshon, ka mundësi teknika ndryshme, negocimit, dikimit, bindjes me alon dorë. Sa arki po asas me shku ti vetë ka kështu po bëjmë më. Po patjetër. Me shku ndonjë dyqan, po pas net me blek kur zgjodh ki dal me çon. Po çdo herë ndodh ajo. Çdo ditë që hyn do thot market, ekipa tjetër përposa asaj që ke shku ta marrësh edhe diçka tjetër. Kjo është e bukur se ty ki qëlluar në shis mirë, i cili e don punën vet, e ndjen punën vet, edhe do me ndihmu me të ofru zgjidhje. Profesioni i zgjidhjes, vetëm kësaj të ofron edhe diçka tjetër edhe diçka. Kështu që ato janë sa se duhet më ditë edhe duhet më mësu. Nuk janë sa që mësohet, që është hajt, po të mësoj vetë duhet me kesh mushteris, edhe mirë ditë, ditën e mirë falënderit, nuk është. Nuk mjafton, ajo është elementar, mandej lyp rezultat. Çush më lyp rezultat kur të ki investu kur shon ta. A ju folni pak këtyre biznesmenave, këtyre njerëzve që marrin punëtor, do thotë që kanë të punësuar ndër vete që një prej sanave të rëndësishme është të paga edhe të parë. Të paga do thotë për t'i motivu punëtor. Përposa asaj që ju i trajnoni të jenë duhur në aspekt të raportit me klientët apo me ata të cilët blejnë produktet e atyre apo shërbimet e atyre. A ju flisni pak edhe në këtë aspekt që ne e dim se vendet e Ballkanit, ne si Maqedonia e Veriut, Kosova, Shqipëria, pjesën e lumturisë, në indeksin e lumturisë kemi shumë të ulët. Dhe kjo ne e dim që nuk mund të jetë të prese me buzëqeshje një kamarier në një hotel në Shqipëri kur paga e tij është shumë e ulët. Okay. Sa këto bëjnë dallime kur ju i merrni përsipër ti trajnoni ata dhe sa është sfidë për ju? Është shumë e rëndësishme kjo pajtona që në tonë kohën si frymëzim përveç ambientit punës, kushtet të mira punës që ka, që duhet me ofru një punonjës të kompanisë, edhe pjesa pagës është njëra prej faktorëve kryesor. Po nëse tash po du me shumë më dëshira dhe trajnime që po edhe po këtu me nda për me kuptu shikus ma mirë, një eksperiencë. Mos tregon, ai sa që ki me tregu në bootcamp. Jo, do ta nxjerrësh në kosto fund të emisionit. Jo, pa më rak. Isha me shoqen në Gjakov, edhe shku me vizitu një kusharit saj, edhe unë dola një qendër tregtare. Edhe të është me bleni dhurat diçka për aty, dhe po him aty, ajo vazhdojnë lartë, unë beta katin e parë, po shkoj po marë pëlqej një vajzë aty që më pëlqej mënyra se si atë në priti, e buzëqeshja mira e tap, edhe kishtë përpara në atë pjesën e shtandit ku është kje, aksesore ndryshme edhe do umbrella me 5 kanda, ato se haraj kur. Umbrella komplet shpejt, po hajtë për marë, basim shërbej, mirë marë kes. Kuptan, kur shërben diçka shumë dikush mirë, të kanë ndim vetën kes, edhe blen, po pas një tis. Edhe mora, tash mirë, më jap, tash ta paguaj, tha, jo, shkon te Arka, tha, unë e përcjelli te Arka. Okej, faleminderit, tap. Tash çesh më përshtypje të mirë më la, saqë e ndiva veten të lirë, me i thonë që vajzë tash atje po është në raft, një par pantallona, që ishin mas sportin ndrydhur aty, edhe ishin shkep në këtu pas për fundi xhepit pak. Ato i shkon mirë, mi marr ato mi largu, edhe me shku mi kep, asë një arë nuk kushton me një intervenit vogël në bo. Atë një shka më tha, mu nuk më interesan ajo. Atje le të kallë, le të bënë qka do, mu kjo së më interesan. Unë jam për këtë sektor këto. Unë jam vetëm për këtë sektor, mu së më interesan. Apo, thash, na sotërën, gru thash as t'ikim për këtu i të të largom. Fort u stresova. Adim se imagjinova vetëm që ti shkona e punën se eme. Qushe kishtë, qushe ndi vetën që efektet negative do t'i kishit jo. Po shkoj te miku aty ku takum shkum vizitën dhe po madh çka jep se është shqetësum. Pe tregoj rastit, po tha ndashta si ka kushte të mira. Kur kushtu nuk ndal me punu, nëse si ka kushte të mira.
ti e marrë vesh për qatë pak, po bëne ma të mirën. Vjen di kursione, edhe të shek, i jep shërbimin super mirë, edhe po hajde që ka mirë, ta gjeni punë të mirë, atin ta ofroni rogë edhe ma të mirë, atin mos performanca në punë nuk do me thonë, nuk është arsye tim, roga jote. Ti e marrë vesh me zotnin, nëse do me rogë ma të madhe, shkon, trokit dhe, po du ma shumë, qka unë muj me bo ma shumë për ty? A më punoj më orar ma gjatë, apo bi ma shumë klienta, a qka? Se dhe biznisi nuk e ka letë, se biznisi ka 100 rogë kam i pagu, ka tatime, ka qiraja, ka shpenzime, që me edhe, unë mendoj që se cili punojnë së kompani, është partner, pa investu asë një cent. Sa ma shumë punon, asë ma shumë fiton. Në qëtë kontekst unë e shoh këto gjana që du të më bashkëndisë, pronari më ra një nivel me ta dhe me gjithë një gjuhë përbashkë për të mirën e përbashkë për krejt. Një prej thonjeve të këtyre trajnuesve të cilët janë apo njerëz me eksperiencë thonë që nëse nuk punon sikur të jetë jotja, kur nuk mund të arrish sukses në ato që je duke e punu, nuk mund të bësh më i miri në atë sferë. Nëse ti punon vetëm për 30 ditë në fund ta marr rrogën e nuk e llogarit si punën tënde, është një prej gjonave që njerëzit tek ne shumë dështojnë këtu. Pikërisht ajo që as ti tonë nuk mundesh me bëu mandej. Nëse ti nuk ke pasion për punë, nëse nuk ke dashni për punë, nuk ka mëna si aki të na po flas për eksperiencë. Çdo ditë me bizneset akona, me bizneset suksesshme, mesatare, mos jo suksesshme. Nuk është motivi kryesor është pagesa. Motivi është ambienti, trajtimi i punës ka plot njerëz që pagojnë edhe me pak më të vogël për shkak të ambientit, trajtimit që kanë. Ka dikur që një me ta e rrogën e mirë, po të maltreton të shpirtin të tanë. Pallaja nuk vjen ajo parë. Nuk është do të thotë pjesë që duhet ta implementojmë ose ta kërkojmë tek vetja që ne kushtimisht 12 orë apo 18 orë të punojmë dhe mos gjejmë energji për cilë diçka të reja, apo tonën, ndoshta me një eficiencë pune shumë më tullët. Sepse të ne e kemi parë, shumica e njerëzve, kur duan të rrisin pagat apo të ardhurat e tyre, kërkojnë që 30 orari i punës, dhe nuk kemi mendime se si shkurtojmë punën dhe të krijojmë më shumë të ardhurna. Unë po du mendoj pak një eksperiencë prapë me ty. Para një kohë pata një debat me dikën, edhe ta du të me shkurtu orarin e punës, me posi në Finland. Thash, okej, ku Finlanda, ku jem na? Ata në 200 vjetë për para, edhe ata kanë punu shumë për më orë atje, e na ku jem. Ne na du të me punu shumë. Unë mendoj të ashtë kom gabim, po na du të me punu fort, nëse do me po diçka njetë. Thash, pse s'pe bëni krahasim me Japoni, me Kinë, me Kore, me Silicon Valley në Amerikë që punojnë ka 12 orë njerëz. Ndërsa jem ndesh me ato, po ti nuk mundesh mu krahasu me dikon, atje e kanë një rregull. Do të primorim si shembull ata që punojnë në Japoni dhe në Kinë, e dim se sa është paga atje. Okej. Është shumë e ulët. Dhe ata janë detyruar që të punojnë aq gjatë për mbulir shpenzime, sepse është miliarda njerëz janë atje dhe nuk mund sigurohet çdo kush kushtet mirë, andaj janë detyruar që të punojnë më gjatë. Unë mendoj se këtu tek ne nuk është çështja se jemi patjetër të punojmë më shumë në aspekt kohor, që të fitojmë më shumë. Unë mendoj se këtu tek ne mungojnë teknikat se si duhet të punojmë, si duhet të shesim, pa e maltretuar veten, sepse ne shumë e maltretojmë veten për të mbërritur ndonjëherë tek na gjot jetë. Shumë bukur edhe këtë. Ka shumë mënyra më të lehta, më të mira, më smart për me arrit me rezultat caktuar. Po na e maltretojmë veten. Sa se interesojmë me gjetë ato mënyra, ose me mësua ato mënyra që shbojnë, edhe mandej grojmë ton kohën që ashtu zhak edhe s'ka rezultate. Kjo pjesa e... Por e ka raste punëtorët, unë i kam pa edhe vetë punëtorët në sektorin e ndërtimtarisë që ave lodhen, unë i shoh, lodhen, mërziten prej punës, ama nuk mendojnë në aspekt të logjik ose në aspekt prurjes inovacionit ndonjë makinë të re, që ata punëtorë do të shfrytëzojnë 8 orë duke bërë një mur e jo duke bajtën tullat një nga një që do t'i kushton 2 ditë 3 ditë, ai për 2 ditë 3 ditë mund ta mbaron edhe një kat shtëpie. Kjo është mungesa e aspektit teknologjik, pra. Shpajtona plotësisht ka shumë hapësira ku ka mundësi më përmirësu, edhe pjesa tek pjesa shitjes, edhe tek çdo profesion kem hapësirë me përmirësu, por shqyr Zotit që ku nuk i kem pas kushtet më të mira në jetë. Edhe për më mësu, edhe për më zhvillu. A dënë me mësu ka libra,
ka trajnime, seminare, konferenca, interneti, YouTube-i, audiobooks, unë këtë telefonin kam audiobooks, rrugës të orë, kam dëgju audiobook. Nuk ka arsye tim për mos me ditë, mos me thonë valla s'kam s'po di. Gjithmonë ka. Kushtet për jetesë, kurse kem pas më të mira. Mu vesh, tona të mira të ki, me hongër me pi tona të mira, sigurin kurse kem pas më valla. Vish këto një 60 vjetë, mbas, çfarë kushte kemi tu. Edhe tona në kohën prapë. Por mu vesh nuk e lojnë vetën këtë. Dhe t'i Gafuri, ne dim që pak a shumë në matjet e fundit që dalin apo indekset të ndryshme thonë që Kosova ka një popullat të moshës më të re në rajon, Maqedonia është pak a shumë mesatare mosha, dhe vendet e tjera janë një pjesë që pleqëria dominon. Këtu mund të hyjnë shumë faktorë. Ikja e popullatës re jashtë vendet, gjetja e punëve ilegale që nuk janë të paraqitura apo të lajmëruara në shtet. Mirë po sa i përket këtyre trajnimeve që ju bëni, sa janë të kapshme për ata punonjës, ata punëtorë cilët kanë një moshë pak më të vjetër, a mund ata që t'inkuadrojnë këto trajnime, t'jenë pjesë e këtyre trajnimeve, ta gjejnë vetëm këtu dhe ndoshta të motivojnë edhe të bëhen më të mirë se ata të rit? Shumë pyetje e bukur kjo. Çka ndodha për kompani të punonjësit e vjetër, shumë kompani, po them në krejt, në plot kompani që ata kalojnë atë zonën e ati, se ata s'do më zhvillu. Unë e di kretë, ma e keqë është që ndikojnë të trit. Po në shembull. Bon shefa, jo s'ka nevojë. Shembull keq. Bon shembull keq, nëse më qenë shembull i ka plot që shembull i mirë, që një me ka marrë, adin e afron, hajde ta bëjmë, është kompania e mirë, ke mundsi më rrit, ke mundsi më fitu, ke mundsi më ngrit karrierë, adin me frymëzo, po ka plot, ja sa vlen këtu. Se po lodhër, se s'bën kjo. Apo shef si ka mbetur dhe do të mbetish edhe tek. Po, adin e thonë që dëgjom, e di që shumë djemë dhe vajza të reja kanë ardhur me shumë entuziazëm në intervistë, edhe mbas 2-3 javë kanë ikë. Pse? Për shkak ndikimit të gjenerata të vjetra që kanë pas përvarat keq, e këta kanë besoj që atë sa ka nevojë këta, po më duket se më shumë kanë nevojë gjenerata të më të vjetra, më aftësu, më ritrajnu, më ndoshta rieduku për punën që bëjnë. Se i përket një sinkronizimi në mes sistemeve tona arsimore, marrë parasysh komplet Ballkani, sepse besoj këtu tek ne jeni ndoshta nuk jeni shumë në rrjedha me update-et e fundit që bën sistemin arsimor, sa janë sinkronizuar me nevojat e tregut. Do thotë çka mësojnë në shkolla dhe çka kërkojnë nesër biznesmenët dhe afaristët që ti jesh pjesë e asaj kompanie. Okej. Shkollat zakonisht kanë bërë shumë brapa me sisteme edukimit. Sot është po mundohen me nxon hapin, po gjithçka ka ndryshuar shumë. Teknologjia është jashtëzakonisht çdo fushë është ndryshuar. Çka do të prek është që shku ka 200 orë, 300 orë, edhe ata në momentin që nuk janë të mujt me marr hapin, asaj çka po ndodh. Ka plot njerëz që shkojnë kry fakultet dhe ja fut master me njerë. Master, a din çka master? Master është mjeshtër i punës. Ti nuk mundesh më konë mjeshtër, pa kry fakultetin, më shku me dalë njerë në teren, më ballafaqsu me punë praktike, 4-5 vjetë mira, edhe më andej me shku me masterizu. E më andej fillojmë, a din më befason ka njerë kur marrin dikush, unë i kom 2 mastera mirë, ata fillojnë më kompleksu, ka plas një shektion që e krymë hala punojnë mirë, po që është komplet, di më kompleksu, sa që jam overqualified, po di shumë, as po merë kërkosh në punë, po normal, që kur t'ja punën, kom punu një mujtë, edhe s'ko mujtë mujtë se s'po më dikojnë, po ata, kur kush nuk zvitë, shfa ma diploma ki, sa rezultat ti kime më prunë punë. Diploma vynë vetëm në këto institucionet shtetërore, po. Që pa dyshim kërkohet një farë lloj diploma aty për të futur në punë, sepse është procedurë administrative. Mirë po, sa e përket ne dim që inovacionet, perspektivën një çdo herë ta bën sektori privat dhe asnjëherë sektori publik, dhe atje sinqerisht nuk kërkohet sa ti je apo sa diploma ke apo çfarë trajnimesh ke, sa je ekspeditiv në punë dhe sa është kjo barierë. E përmendëm edhe vetë, sistemi arsimor nuk është ndoshta pak a shumë me nevojat e tregut. Mirë po, sa i përket asaj që ju e bëni si trajnues, si konsulent biznesi, keni pas rastet, do thotë, shifni njerëz të ri, shifni njerëz të papunë ndoshta që kanë dashur të vinë te kjo. Dhe keni pas njerëz që ndoshta janë punëtorë dhe kanë motivuar veten. Sa kanë rezultuar ata suksesshëm pas asaj që ju e keni bë?
rezultatet pak a shumë. Jashtëzakonshëm. Para një jave, një pjesëmarrës ma dërgoj një fotografi të Mercedesit, për ta përcjellë ty me po. Thot, ky punon një ndër kompanitë më të forta në Kosovë. Që në ditor me miliona apo në qarkullim. Janë gjigant. Edhe kur ka thonë që du me shku të mu trajnu të Denisi, agent i shitjes ka qenë një mesatar, du me shku të tonë kanë qesh me tu. S'ka nevojë na, dim na kompani e fort, produktet i kema të forta, brenda, ajo ecë vetë. Okej, kur o ardhë djallit e une, kam dyshu komplet. Ku ka pas ramje, këtu e kanë shua dhe ka 30% i ka rrit pëshitjet. Para një jave, ma ka dërgu fotografin, kishë blej Mercedesin e ri. Mercedesin kishë marrë model matrisë, so që ka pas, që Denis ta farndej, tha, vështë ta gjej këtu njësëm dja, tha, Denis ta ty kursuj 10% se na mësojmë edhe për kursim. Na mësojmë edhe për familje, edhe për raport me partnerin tonë. Mësojmë edhe për respekt me jo veç për shitje, na prekim çdo element që ndikon në rezultat shitjes. Ti nëse nuk je punë të mirë me familjen tonë, me gruan tonë dhe me fëmijët tonë ti ke as rezultat s'mundesh me e. Nëse nuk e ke shëndetin tonë të mirë, nuk ke mundësi me punu. Na toni thrasim i vresim cila gjë kur vendosim qëllimet në jetë. Se vendosim qëllime, çka do më arriti, cila gjë e më rëndësishme, familja, jo, ti e më e rëndësishme. Nëse ti e shëndosh e mirë, nëse e shëndosh financiarisht, edhe psikikisht je pozitiv, proaktiv, atëherë ka njerëz që i dojnë edhe hallet familjare të thotë, në kohën që kjo është pengesa që mu ndalon që të jemi suksesshëm. Po, edhe i rregullojmë këto. Tipi tregova erta ty falendru një urive tuaj që kom pas. Kom marrë këtë veturën që kim mësuti, metodat e tuaja po funksionojnë edhe çdo është plot kësi kjo, vetëm një po me qindra rezultat. Ai që do me implementu. Ka dikush që veç vjen edhe ato s'kishe e bën aty. Mu veç pak më vjen me desht. Po që ta shef interesin tek ai që vjen aty. Edhe në trajnimet që kem na këtë pjesën e Akademisë Ekselencës Biznesit që kem ndërtuar, është një trajnim 2 mujor, 2 herë në javë, që kem pas plot prej Maqedonisë shqiptar që kanë ardhur prej Shkupit, Kumanovës, kem pas prej Gostivarit, Tetovës. Është një trajnim që mësën e parë që bojnë, nëse jeni të gatshëm për me ndryshu, për me apliku se adet jeni të misarë, nëse se jeni të lutëm, mos anëzhe vendi, kuj tjetër që do më ndryshu. Nuk po më interesujnë partë, mu po më interesujnë rezultatë jëtë. Ti më ndryshu, kjo ardhë tu, nuk kjo ardhë vesh hajtë, kini halë, kini të lashe. Nëse jeni 100% all-in për me ndryshu, jemi misarë. Nëse jemi amendje, të lutëm, shra vendit kujna. Zotri Kafuri, jemi pranë fundit, do të kisha dashur diçka thonje për Sales Bootcamp që do të bëhet në Shkup, çka do të ofron për kompanitë, për gjithë njerëzit të cilët dojnë shesin produktet e tyre dhe për mirësojnë jetën e tyre. Okej, Sales Bootcamp çka përmban, kisha pa desh me misek pak pikat, kryesore që janë gjithçka që ka të bëjë me lidhje me shitjes. Ty filloj prej komunikimit, për negocimit, flasim për vendosjen e qëllimeve, strategjisë shitjes, flasim për menaxhimin e kohës, inteligjencën emocionale, komunikimi jo verbal, body language, aty kur fletit me dikon diçka, edhe ai të ka shumë buzën, e ti të shoh që si pëlqej, mandej me ditë si më reagu. Janë gjërat esenciale se secili biznes që duhet me ditë dhe me njohë nëse do me rrit veten edhe kompaninë e vet. Edhe kjo çka thash që është e hapur për çdo profesion, nuk është përjashtuar askush, burra, gra, femra, mashkull. Një gjë e rëndësishme ta pyes do të thotë, a ju bën një connection me shoqata të huaja ndërkombëtare, me njerëz të cilët ju keni bashkëpunime? Patjetër. Jo, afro sepse njerëzve këtu shumë ju mungon edhe pjesa e connection në kem një rrjet gjatë, tregova tash trajnimet tona marrin pjesë prej unë për vetë kam bërë trajnime jo vetëm në Kosovë, Shqipëri e Maqedoni, po kam bërë në Dubai, kam bërë trajnime në Zvicër, në Itali. Edhe kam rrjet shumë të madh, tash jam të ndërtu. Gjithata që janë pjesë e Akademisë Ekselencës Biznesit, e kem krijuar një komunitet ku ata çdo javë kanë një orë kanë marrë pjesë në trajnim. Edhe kam pas mundësi edhe me për pjesën network me bashkëpunu me zveti, edhe mëso vazhdimisht gjëra të reja. Kam pas falës të ndryshëm që kam marrë me shtu vlerë. Aty po të me pas atë pjesën e kontinuitetit,
që është e domosdoshme në proces të rritjes. Që është njëra prej mundësive të jashtëzakonshme. Zoti Gafuri, faleminderit shumë për këtë pozitivitet mas pari që na sollat në studio, e mandej shpresoj që të keni suksese, por edhe rezultate të suksesshme me të rrita. Faleminderit shumë. Faleminderit Gazbend për ftesën, ishte kënaqësi shumë dhe i ftoj gjithë Maqedonisë që unë thonë, më marrë me u bashkangjitë këtë event dhe mos ta hupin këtë mundësi. Padyshim, besoj që do të ketë numër që do t'ju kënaqë edhe ju. Gjithsesi. Nderuar shikues, këtu e përmbyllim këtë edicion të emisionit Business Plus. Bashkë mirupafshim javë të tjera. Natën e mirë.